Si mund ta pastroj kokën nga mendimet në namaz, ndodh që vin disa mendime shumë të kota gjatë namazit. Shejtani luftën më të madhe ndaj njeriu të ka ku në namazin e tij. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "Fawailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Mirë për ata të cilët kur falen janë të pavëmendshëm. Pra që do të thotë ti jesh i vëmendshëm gjatë namazit nuk është e lehtë. Ka shejtan të krijuar apostafat që njeriu domethënë të jetë i hutuar në namazin e tij. Ka shejtan që janë krijuar apostafat për këtë punë. Pra që njeriu të jetë i hutuar dhe i pavëmendshëm në namaz. Kështu që nga këto mendime nuk shpëton dot. Por duhet që sa të vinë këto mendimet ti luftosh, ti largosh. Ama që të shpëtosh nuk ka shpëtim. Për këtë arsye ka një hadith shumë bukur që thot hadithi i faljes së 2 rekatshit mas pastrimit. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin e Humranit, që në transmeton Uthmani radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kush merr abdes si ky abdesi dhe mori abdesin. Si e mori abdesin? Lau durët 3 herë, lau hunën dhe gojën 3 herë, lau fytyrën 3 herë, lau durët deri mas brylit 3 herë, edhe dorën tjetër deri mas brylit 3 herë, i dha mes kokës, vajti ardhje dhe veshët 1 herë, lau komën e djathtë deri sipër nyjes 3 herë, komën e majt deri sipër nyjes 3 herë, dhe pastaj tha: "Men tawadda nahwa wudhu'i hadha", kush merr abdes si ky abdesi im, thumma salla rak'atayn, pastaj fal 2 rekat namaz, la yuhaddithu fihi ma nafsa, nuk shpërqendrohet dhe nuk flet me veten e tij. Po mirë, si ka mundsi njeriu mos flasë kur i vijnë mendimet, i bllokon. I bllokon. Ka aftësi, Allahu xhallahu ka dhënë fuqinë njeriu që mendimet i bllokojë. Po çfarë ndodh me njeriu? I vijnë mendimet dhe ky futet me mendimin e vazhdon muhabetin. Pse? Se t'ishte e pamundur një gjë e tillë nuk na mësoi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me eduku veten tonë me qenë të tillë. Po është e mundur. Është e mundur. Se t'ishte e pamundur, kur nuk do të na thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ne të bëjmë diçka që është e pamundur. E para, e dyta, Zoti thotë në Kur'an, Allahu nuk e ngarkon njeriu jashtë mundësive të tij. Pra kjo gjë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është e arritshme. Dhe ne gjithsesi për nesh është dëshmitar. Kur ne jemi shumë të kthjellët, kemi aftësinë, pra na ka dhënë Zoti aftësinë që këto mendime t'i largojmë me njëherë, t'i shfuqizojmë. Kur ne nuk jemi të vëmendshëm, kur ne nuk e kemi mendjen, mendimet e ecin deri në fund namazit. Si historia e atij burrit i cili kur gaboi një herë imami për namaz yacie dhe fali 3 rekat dhe dha selam, ishte njëri që ngulte kom thotë hoshtë dhe që fal 3. Dhe xhamati asnjë s'fliste përveç këtij personi. Imami thoshte 4, xhamati 4. Një person thoshte 3. Dhe ngulte këm që gjallë në botë se tërhiqej. O i tha ky, po pse tha e ka që sigur, tha kam 4 dyqane, tha. Në çdo dyqan tha bëhet llogarit e ditës në çdo rekat. Sot ta kam bë llogari vetëm për 3 dyqane, tha. Ka keni dyqan pa bë llogarin. Jam 100% i sigurt. U çu imami e fali dhe rekat me gjithë xhamatin. Pra më i vëmendshëm ishte ky që bëhet llogarit e dyqaneve, se të tjerët ishin në ajër komplet. Të tjerët ishin në ajër, imami dhe xhamati gjithë në ajër. Përse ky i dyqaneve ishte në rregull, mashallah. Dyqanit parë ja kishte bë llogarin, dytit, tretit, i katërt i kishin ngel pa bë llogarin.